Hani dhe pini, por mos e teproni. Allahu i plot fuqishëm thot: hani dhe pini, por mos e teproni. Marrja e ushqimit dhe pijes është nevojë natyrore e njeriut, në të cilën nuk lejohet të teprohet. Qëllimi themelor i ushqimit e njeriu është ruajtja e jetës së tij, shëndetit dhe kondicionit të tij fizik, për t'i shërbyer Allahut plotfuqishëm dhe për të kryer bamirësitë e përditshme. Para së gjithash, muslimani është i detyruar të kujdeset që ushqimit dhe pijet që i futen në trupin e tij të jenë të lejuara halal. Kjo është shumë e rëndësishme sot, sepse ushqimi që e blejmë kryesisht importohet dhe përmban aditiv të caktuar, të cilët janë shumë të dëmshëm për organizmin njerëzor, si dhe janë shkaktar të drejtë për drejtë të sëmundjeve të ndryshme. Janë të ndaluar për ushqim gjaku, kafshët e ngordhura, kafshët grabitqare, pijet të dese dhe mishi i derrit. Ato janë të ndaluara për shkak të efekteve të tyre të dëmshme në organizmin e njeriut. Gjithashtu, mënyra se si arrijmë dhe fitojmë mjetet për ushqim duhet të jetë mënyrë e lejuar në Islam, sepse është e sigurt se nuk ka lumturi as bereqet në një familje, as në një bashkësi, e cila ushqehet me haram dhe me ushqim të fituar në mënyrë haram. Në fillim të ushqimit është sunet të lexohet Bismillahi. Është mirë të lexohet edhe kjo lutje: O Zoti ynë, na jep bereqet në atë që na ke furnizuar dhe na furnizo edhe me më të mirë se kjo. Është mirë të pranishmëve t'ua përkujtojmë Bismillahin, ka thënë Ibn Mufli. Njeriu kur të gjendet në sofër me shoqëri duhet të thotë Bismillahi me z për t'ua kujtuar të pranishmëve obligimin e tij. Sunet është ngrënia me dorën e djathtë, sepse Muhamedi a.s. ka thënë: në fillim të ngrënies lexoje Bismillahin, ha me dorën e djathtë dhe ha para vetes. Është mirë që ushqimi të merret me kafshata të vogla, pasi që të përtypet mirë dhe të gëlltitet, dhe më pas të merret kafshata tjetër. Është e shëmtuar të fryhet në ushqim të nxehtë dhe të pihet shumë ujë gjatë ngrënies. Pejgamberi alayhis salam ka ngrënë me gishta të dorës së djathtë. Ai që ha në këtë mënyrë e ndjek sunetin. Megjithatë, nuk ka asnjë pengesë që muslimani të hajë edhe me lugë ose pirun, por kjo duhet të bëhet me dorën e djathtë. Këtë përmbledhje të shkurtër mbi rregullat që kanë të bëjnë me ushqimin dhe pijet, do ta përfundoj me mesazhin e Allahut plotfuqishëm, të cilin e kemi përmendur në fillim të tekstit, që është: në asnjë rast edhe kur të mos ham tepër, përkatësisht, mos ta teprojmë as në ngrënie, as në pirje. Muslimani duhet të jetë i moderuar në çdo gjë, në mënyrë që me egzagerim mos ta dëmtojë shëndetin ton. Allahu na ka krijuar neve dhe ai e di më së miri se çfarë është e rëndësishme për ne. Për këtë arsye, të gjitha jetet kuranore dhe këshillat janë të vlefshme si ari, udhëzues të rëndësishëm për sukses dhe për lumturi dhe jetë e rehatshme në jetën e kësaj bote.